Laboratori shtetëror i analizave pranë Spitalit Bashkiak të Gramshit përballet çdo ditë me një fluks të konsiderueshëm pacientësh, ndërkohë që vijon të funksionojë me aparatura të vjetëruara dhe teknologji të munguar. Sipas kryeinfermierës së laboratorit Lindita Fusha, aktualisht kryen rreth 18 lloje analizash, ndërsa numri i pacientëve varion nga 30 deri në 40 në ditë. Në laboratorin tonë, se është laborator klinik biokimik, gjithsej bëjmë 16 deri 18 analiza biokimike, plus gjakun komplet, urina komplet. Ka boll të qytetarëve, sepse neve përveç spitalit, poliklinikës, domethënë që janë mjekët specialistë, neve bëjmë dhe analizat e mjekëve të lagjes, domethënë që vinë nga lagjet që sjellin të gjitha këto analizat që bëhen si për të smurët kronik edhe për smurët në përgjithësi. Por na sjellin dhe fshatrat, mjekët e fshatrave. Po ashtu, domethënë këto përfshihen te mjekët e lagjes të gjithë. Domethënë dhe është një fluks shumë i madh analizash. Përafërsisht 30-40 persona, domethënë duke përfshirë dhe analizat spitalore. Në laborator, faktikisht ne solucionet, kitet, reagentet i kemi pas. Nuk kemi mungesë të kiteve dhe reagentëve. Por, për shembull, po të na duhen aparatura të reja, sepse janë aparaturat ekzistente që kanë qenë. Na duhet një cell counter që ai përdoret për gjakun komplet, që do na lehtësonte shumë punën, sepse neve gjakun komplet e bëjmë akoma me metodën e vjetër, metodën klasike, dhe një aparat i ri për analizat biokimike. Megjithatë, pajisjet e amortizuara dhe mungesa e kapaciteteve për analiza më të specializuara detyrojnë shumë qytetarë të drejtohen drejt laboratorëve privat, shpesh me kosto të larta për familjet. Situata kërkon vëmendje nga autoritetet përkatëse në mënyrë që të garantohet shërbimi i denjtë dhe i barabartë për të gjithë pacientët brenda